Muzeu etnografik i Gjirokastrës konsiderohet një nga më të veçantët jo vetëm në qytetin e Gurtë, por në mbar vendin. Godina ku ndodhet sot ky muze, vite më parë është shkrumbuar totalisht nga një zjarr aksidental, ndërsa ajo do të rindërtohej sërish në vitin 1966. Në brendësi të këtij muzeu prezantohet trashëgimia kulturore në formën materiale dhe shpirtërore, si dhe stili i jetesës së familjeve autoktone gjirokastrite. Muzeu etnografik është një nga pikat më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në të gjithë Shqipërinë. Prezanton trashëgimin kulturore në formën materiale dhe shpirtërore dhe njëkohësisht prezanton stilin e jetesës së familjeve tradicionale gjirokastrite. Një pikë tjetër atraktive për vizitorët e qytetit është dhe fakti që më përpara ka qenë shtëpia e lindjes së ish-liderit të sistemit komunist Enver Hoxha, pra kemi dhe një ekspozitor për Enver Hoxhën. Muzeu etnografik prezanton trashëgimin kulturor në të gjitha dimensionet e veta, duke filluar nga zona etnologjike, i cili është dimensioni i parë për vizitorët dhe jo pa qëllim është i tillë pasi prezanton diversitetin kulturor që rajoni Gjirokastrës ofron. Më tej shpërndahet në dimensione të tjera po aq të rëndësishme, siç është simbolika fetare, simbolika sociale, dasma tradicionale, vallja tradicionale, arkitektura, odaja tradicionale, kuzhina, gjithë elementet e nevojshëm për të përfshirë dhe për ta shijuar trashëgimin kulturor gjirokastrite. Muzeu etnografik është një nga më të vizituarit në Gjirokastër, por cilat janë mbresat e turistëve të huaj, të cilët njihen me këtë pasuri të trashëgimisë son kulturore. Tani, mbresat dhe pikpamjet janë të ndryshme në varësi të preferencave të vizitorëve, siç e përmenda edhe në fillim. Muzeu etnografik prezanton trashëgimin kulturor në gjitha dimensionet e veta, pra dikush është i interesuar për zonat etnologjike, dikush për dasmën tradicionale, dikush për vallën tradicionale, dikush për arkitekturën e shtëpisë. Pra kemi avantazhin ose më saktë pikën pozitive që mund të prezantojmë çdo dimension dhe duke plotësuar plotësisht preferencat e vizitorëve. Audio guida, odat karakteristike, kuzhina me orendi tradicionale, këndi vallës e sidomos ai i kostumeve karakteristike popullore të gjitha zonave etnografike të Gjirokastrës, i japin edhe më tepër hieshje vlerë këtij muzeu, që para viteve 90 funksiononte si muzej luftës antifashiste nacional çlirimtare. Muzeu etnografik emërtohet si i tillë qysh prej vitit 1991, më përpara ka pas një funksion tjetër, pra në periudhën e sistemit komunist, është ndërtuar nga Enver Hoxha për të kthyer në Muzeun e luftës antifashiste nacional çlirimtare. Funksionoi si i tillë deri në ndrimin e sistemit, pra që prej vitit 1991 janë dhuruar objekte origjinale dhe artefakte në të gjitha format e veta, jo vetëm në formën e kostumeve tradicionale, nga shtëpitë tradicionale karakteristike, nga familjet e pasura gjirokastrite dhe nga zonat etnologjike të Gjirokastrës. Godina ku ndodhet sot ky muze është shtëpia ku ka lindur ish diktatori komunist Enver Hoxha, e madje në një prej ambienteve të këtij muzeu shfaqen edhe materiale filmike mbi vizitat e pakta që Hoxha ka kryer në qytetin e tij të lindjes. Pikërisht ky fakt ka tërhequr jo pak vëmendjen dhe kurreshtjen e të huajve, të cilët janë në dijeni se kjo banesë dikur i përkiste ish liderit komunist. Atëherë, figura e Enver Hoxhës, siç e dim të gjithë, është një figurë specifike, që do të thotë është një pikë atraktive për vizitorët. Sigurisht pikpamjet janë të ndryshme lidhur me këtë figurë, por në fund të ditës të gjithë vizitorët tashmë dhe ne pranojmë që është pjesë e pandashme e historisë dhe do të mbetet gjithmonë një pikë atraktive për të gjithë turistët. Ky muze nga viti në vit regjistron shtim të numrit të vizitorëve, të cilët janë kryesisht nga vendet e Europës, ndërsa nuk mungojnë edhe shqiptarët e Kosovës. Vizitueshmëria, duke parë krahasimin nga viti më vit, është në një rritje goxha të konsiderueshme, po i referohemi periudhës që ndodhemi në krahasim me periudhën e vitit të kaluar. Vizitorët janë kryesisht europian, pra të kombësisë gjermane, spanjolle, italian, francez, anglez, por kemi dhe vizitor nga jashtë Europës. Kemi vënë re një rritje goxha të konsiderueshme dhe interes të vizitorëve shqiptar, pra vizitorëve vendas, dhe gjithashtu të shqiptarëve të Kosovës. Drejtoria gjithashtu është duke ka organizuar më përpara dhe është duke organizuar programe për sezonin e ardhshëm, pra programe edukative dhe kulturore për të gjitha grup moshat, për ta bërë prezantimin e trashëgimisë kulturore sa më interesant dhe sa më informues për vizitorët.
Muzeu etnografik është nën administrimin e drejtorisë së trashëgimisë kulturore të Gjirokastrës. Ai ndodhet në lagjen Palorto, shumë pranë me qendrën historike. Banesa Mahnitëse i përket stilit otoman të shekullit të 19, imazhi dhe informacioni kontekstual në brendësi të muzeut përmirësojnë shfaqje, traditën dhe zakonet, ndërsa konsiderohet si nga objektet më të vizituara në qytetin e Gurt.